S'ka asgjë, Shako nuk e kanë ullur këtu për një problem shëndetësor, po i ndrojnë filtrat dhe vajnë. Çfarë po bën Shako? Po bëj këtë plazmën exchange që thonë, po tani... Plazma exchange. Po çfarë po bën? Plazmën e gjakut. Po ndron plazmën brenda gjakut. Po tani amerikanët sotën gjitha sotën dhe këtë tani, kështu që... Kështu që next level health thot, doktor, është procedurë mjekësore? Fillimisht është përdorur si procedurë dhe vazhdon të përdoret në disa fusha në mësi. Janë një shoq patologjistë të cilat kërkojnë trajtimin me plazma exchange apo më thjesht zëvendësimin e plazmës, por kohët e fundit ka filluar të përdoret edhe si terapi anti-age ose më thjesht anti-plak. Pra e ke që mos plake, Shako? Që mos plakemi. Që mos plakemi, unë me sa duket po plakem se ti bën. E kanë shtrirë në krevat, po bëjnë plazma exchange me procedurë të plot mjekësore, gjithë ky grup mjekësh këtu, tes në bar Shako, unë po iki, nuk bëj më vrap me ty. Se ma si ta ndrosh, ti ma merë. Shiveni ku e kanë ullë Shako Hoxhën.